I dashur publik, 10 herë kom përsëri që shiku vrastar, përgjegjës për eliminimin e kokave dhe trunit politik të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, përgjegjës për eliminimin e gazetarëve, eliminimin e politikanëve, aktivistëve politik, tentimvrasje ndaj presidentit Rugova, madje edhe për pjekjet për me etiketu kryeministin Kurti me terrorizëm e pastaj me bloku politikisht që mos mujt me ardh pushtet në Kosovë nëpërmjet votës lirë, që pastaj me shpartallu Serbinë që këta e kanë instalu mrena, kur po thomë në shpesh, shiku është departamenti udhës, departamenti BIAS në Kosovë për me orkestru operacione të kamuflume me patriotizëm, të kamuflume me flamur shqiptar, të kamuflume me lavdinë ushtrisë qlirimtare të Kosovës, është aktiv, disa për juve dhe s'po besoni me të drejtë. Po sot, pasi që me redaksin në Londër edhe disa për ekspertët britanik të sigurisë, jemi dakordu që manifestimet e Vidovdanit në Gazimestan janë kërcënim serioz i sigurisë kombëtare në Kosovë, prandaj edhe kemi nisë strategjinë editoriale për mi spjegu, qartësu, dokumentu arsyet mbi të cilat ne pretendojmë se është kërcënim i sigurisë kombëtare për Republikën e Kosovës dhe kërcënim për stabilitetin në rajon. Gjithashtu është dorë zgjatën e operacioneve të zgjerimit rus në Ballkanin Perëndimor, në një përpjekje për t'i konvertu të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor në orbitën ruse. Sot të postimin e parë ku bo, them Vidovdani është kërcënim për sigurinë kombëtare. Dhe këshyre që ka bën shiku vrastar. Vjen me profil të rënd, burim Kosova, nëse mundeni me lexu, dhe që ka thot, hajde trimi dheu se ty po të për Kosova, se pas me Kosova, both qira si puna jote, na pas ka hongër dreqi. Taktik e spikatën e doktrinës ruse për me të neutralizu si zë i cili e kërcënon strategjinë e tyne politike. Unë ja bona këti blok, për ju mundeni me këshyrë profilin e tina, është total fals, është si çdo profil tjetër që vjen edhe thot ti anti-UÇK, kur e kritikon krimin e organizuar, kur i kritikon politikan që kanë instalu Serbinë në Kosovë për 20 vjet rresht, kur i kritikon politikan që kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet rresht, kur i kritikon politikan të cilët janë përgjegjës gjatë mandatit tyne për vrasjen e komandantëve të lirisë, luftëtarëve të lirisë, gazetarëve të Kosovës, politikanëve të Kosovës, tentimvrasjet ndaj presidentit Rugova, edhe përpjekjet e vazhdueshme për me përbaltnos lavdin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës me lloj pislëqësh. Do më thonë, a jeni të po që krejt qëto struktura operacionale janë të lhequna prej shikut vrastar që për ditë më shumë, po ma dokumenton dhe vërteton se këta janë departament i BIAS serbe për me paraqit çdo patriot dhe vërtet. Me paraqit si dëshum, me neutralizu, me këqyr me përbaltnu, me këqyr me ndot, me këqyr me përdor në fartemet moralit. Për shembull, këta janë ka një kohë që e ka nis një fafushate tu paraqit, tu përpjek me paraqit me homoseksuale, që si fa muhabetësh, që si fa komentësh me ndërskomska, me kleçka që i kanë këta. Apo kupton? Sepse këta mendojnë që nëse unë kokna homoseksual, tash njerëzit nuk më besojnë mu. Kjeti s'ke homoseksual, s'është në rëndësishme, e rëndësishme është e vërteta që ju e keni plaçkit Kosovën, e vërteta që ju e keni vra patriotët Kosovës, e vërteta që ju jeni të munu me përbaltnos e me endot lavdin çlirimtare të këtij vendi, të këtij populli, të këtij kombi. Kena me ju luftue një me një. Nuk kena me u lodh deri në frymën e fundit. Kështu që ju veç mundeni me cof si kur shkijet, se nuk keni me kalu pa u përballë me pasojat e veprimeve tuaja të gabume, veprimet tuaja të pista, veprimeve tuaja kriminale, vrastare, gjakatare dhe plaçkitse. Fundi ju ka ardhë e kena me u siguru
që keni me pa fundin të uj, përballë krejt veprimeve të uja të gabume. Qofshim e shnet edhe mos t'ja unin, se thoni çka thoni, palla nuk o ma për këtë pune. Ajo që ka unë jemi interesum, është me zbulu të vërtetën edhe me ja tregu popullit. E tana ju përballni me ato. Miru pafshim.